Nuk e mbyllim ditën pa mandarina. E di që Lena po merr frym thellë kur tham 2 kg mandarina, po shkojnë Len, të vogla. Qa më bojnë? Dyun shumë, për shkak që kanë edhe sasi të lartë mandarinat të sheqerit, po prapë çdo sen që është e tepruar edhe pse është e shëndetshme, është shumë. Do më thonë 2 kg është tepër. Më thonë për ty që je okej edhe me peshë edhe me shëndet, nuk i diabet ose diçka, ke një 5-6 sopa. 5-6 sopa torti. Ose gjysmë. Ajo Amo 2 vishpillimi. kg mandarina është me të vërtet shumë, e sidomos ku e shoh për shembull shumë shpesh që i hajmë dorë, edhe i hajmë dorë tepër vonë, urtë e vona, normal nuk është e preferueshme për shkak që e mban indeksin glikemik, ka indeks glikemik më të lartë edhe sidomos ata persona që vujnë për diabetit, ose për shembull persona që kanë probleme me hipertensionin ose kanë probleme me çrregullim të insulinës, nuk është e preferueshme me marrë sasi shumë të lartë. Përndryshe, mandarinat janë fruti, domethënë që është ideal për momentin, për sezonat e ftuhjes, e di që tash kanë ndru kogja shumë temperaturat, edhe normal që nashta në çdo shtëpi e ki njonin prej familjarëve që ka kollë teshme, nëse jo, për shembull për fëmijëve ndëgjojmë edhe në qerë dhe në shkolla që pa ka ndikush i smut është e pamundur, kështu që mandarina është ideal për shkak të sasisë e vitaminës C që përmbajnë. Për shembull i shfrytëzoj edhe për receta të ndryshme, i shfrytëzoj edhe tash i bëj edhe akullore, se di pse po mohen. Diçka ftohtë totali. Po i ngri mandarinat, po për të ftoftit, të gripet, të ftoja na duhet e nxehta.